me 17 deri sot. Po a është surprizë dhe elementi që ai përdori një ditë më parë kur u tha shqiptarëve që më mirë mos dalin fare të votojnë, meqense jemi ende te Rama, se duhet ta mbyll me Ramën pastaj. Shikoj, e komentuam direkt shqiptarëve. Kjo është një thirrje që vetëm një kryeministër në një vend demokratik nuk mund ta bëjë. Po jemi në një vend demokratik, sigurisht jo. Dhe një kryeministër autoritar, i cili ka mohuar të drejtat e shqiptarëve gjatë gjithë periudhës qeverisjes së tij, këtë e ka gjë më normale për ta. Po. Ai është kryeministër autoritar që ka mohuar drejtën të gjitha të drejtat e shqiptarëve, ka mohuar të drejtën e pronës, ka mohuar e keni parë. Është bërë një ligj për pronat që i kthen pronarët në pensionistë. Ka mohuar të drejtën e arsimit, sepse ne kemi parë sot që vetëm arsim nuk ka në Shqipëri, kur koeficienti PISA-s na rendit fundit në Europë. Ka mohuar të drejtën e fjalës, e ngushton vazhdimisht gjithmonë më shumë të drejtën e shprehjes për shqiptarët. Të drejtat ekonomike bën gjithmonë më të vështira në kohën kur një grup rreth 5 njerëzish të afërt në kryeministrin zotrojnë gjithçka. Dhe njerëzit detyrohen të drejtën e punës u ka mohuar përderisa 1 milion shqiptarë janë detyruar të largohen nga Shqipëria gjatë qeverisë së tij. Dhe të vetmat drejtat që kanë mbetur shqiptarëve janë të drejtat për të votuar dhe për të jetuar. Duke qenë se të drejtën për të jetuar nuk mund t'u heqë akoma, ka vendosur këtë herë që të heq të drejtën për të votuar. Dhe këtë e bën duke bërë thirrje gjoja vullnetit të tyre për të mos dalë për të votuar. Në fakt ai bën thirrje organizatave kriminale që e mbështesin zgjedhje, që ata që nuk e votojnë Edi Ramën të mos lejohen të votojnë. Mos dalin nga shtëpia për shkuar për votuar. Përmendi edhe pak më parë organizatat kriminale dhe akuzan